Procesi i ri numërimit të votave të zgjedhjeve të 11 majit për qarkun e Tiranës mund të përfundojë në fillim të javës së ardhshme, ka qenë antari i KAS Koli Bele që ka folur për mediat nga ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti, ku gjithashtu tha se edhe pse janë vërejtur lëvizje votash, ky proces në vetveten nuk ndërtohet që të përfundojë me kallëzim penal. Në këtë ritëm normal, ndoshta ditën e shtunë apo maksimalisht hënën, mbas një jave do të kemi një rezultat ose një përfundim të procesit. Duhet kuptojmë që ndryshimi i votave reflekton ai numër i rendit disa qindra apo disa dhjetra reflekton më shumë se 600 kutit numëruara. Dhe këtu gjë e parë që mund të jetë është dhe kriteret e vlerësimit apo dhe gabimet njerëzore mbasi lëvizin pak vota për një kuti. Por duhet kuptojmë që ky proces në vetvete nuk bën hetimin për kuti, por i numërohen dhe do dalë një rezultat përfundimtar. Për të konkluduar, nëse në ndonjë rast ku ka diferenca të mëdha, ka apo jo qëllim shkelje ligji, pra qëllim kriminal apo diçka tjetër, duhet hetuar në një proces tjetër. Të kuptojmë tani ne nuk jemi duke hetuar kuti me kuti çfarë ka ndodhur. Numërohet, tabulohet dhe bëhet një rezultat përmbledhur. Në këtë proces ka dhe gabime njerëzore, mund të ndodhi në një rast që të jenë hedhur dhe dhënat gabim nga operatorët, nuk jemi duke hetuar kuti dhe nuk i takon KAS-it. Pra nuk është organi që kryen hetime zgjedhore. Për rreth një jave me vendim të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve rinisi numërimi i votave për qarkun e Tiranës, ku shpesh nga anëtarët e KAS, por edhe nga vëzhgimet publike është parë se ka një numër të konsiderueshëm votash të cilësuara si jo të rregullta.